Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soda e bukës, sekreti i bukurisë së përjetshme, ja si ta përdorni. Soda e bukës rekomandohet si një produkt natyral dhe shumë i dobishëm për pastrimin e thellë të lëkurës tuaj. Çdo ditë porët e lëkurës tuaj mbushen me yndyrë, qeliza të vdekura dhe papastërtia dhe pluhuri arrin në lëkurë çdo herë që ju dilni jashtë. Nëse nuk i pastroni porët e bllokuara, ato shndërrohen në puçra të zeza dhe të zakonshme, andaj duhet që të pastrohen nga koha në kohë. Nuk e keni me patjetër që të vizitoni salonin kozmetik për këtë trajtim. Këtë gjë mund ta bëni dhe vetë në shtëpi. Veproni kështu. Pastroni fytyrën në mënyrën e zakonshme. Mblidheni flokët që fytyra juaj të jetë zbuluar. Përgatiteni përzierjen për pastrimin e fytyrës. 2 lugë të mëdha me shkum për rroje i përzjej me gjysmë lugë sodë të bukës. E vlojmë ujë në një enë të vogël 200 ml. I shtojmë 1 deri në 2 lugë të luleve të thata të kamomilit. Vendosimi enën në tavolinë, ndërsa kokën mbi të dhe mbulojmë me peshqir kokën dhe lëmë avullin të depërtojë në fytyrë për 5 deri në 7 minuta. Në fytyrën e avulluar dhe të lagësht vendosim përzierjen e përgatitur më herët, duke evituar pjesët rreth syve dhe gojës. E hapim çesmën me ujë të ngrohtë dhe nën rrjedhën e ujit vendosim brushën e dhëmbëve. Ju duhet brushe butë apo ndonjë special për fytyrë, andaj e pastrojmë butësisht lëkurën e fytyrës. Vëmendje të veçantë ne do t'i kushtojmë hundës dhe ballit. Shmangni nga pjesët rreth syve, fërkojmë buzët, i lajmë me ujë. Pasi të shikoheni në pasqyrë do të vëreni se nuk keni më puçra apo kokra të zeza. Porët janë të pastruara dhe fytyra juaj shkëlqen. Këtë procedurë mund ta përsërisni një herë në javë. E dobishme në çdo familje, soda e bukës është një përbërës i dobishëm si në kuzhinë, ashtu edhe në kujdesin tonë natyror. Është një përbërës i cili ka shumë përfitime për lëkurën, trupin dhe flokët dhe mundet të përdoret si një maskë për fytyrën, mbështjellës flokësh, zbardhues fytyre apo skrab fytyre. Çfarë i bën në soda e bukës fytyrës? Soda e bukës është një përbërës pastrues i cili largon papastërtitë dhe hap pore duke parandaluar formimin e pikave të zeza. Gjithashtu ka një efekt të fortë antibakterial dhe është veçanërisht i dobishëm për lëkurën e yndyrshme me papastërti të dukshme. Fal konsistencës së saj bëhet një shtresë e shkëlqyer natyrale që e bën lëkurën më të shndritshme, komplekse, më kompakte dhe pa të meta. Është e shkëlqyeshme për vetë pastrim të shpejtë të fytyrës në shtëpi, si përbërës në maskat ushqyese ashtu si edhe një shtresë me veti të shumta bazuar në përbërësit me të cilët kombinohen sodë buke dhe mjalt. Shtresa e bazuar në sodë buke dhe mjalt është perfekte për të gjitha llojet e lëkurës, duke e bërë atë më vitale. Përgatitet thjesht duke përzier 1 lugë çaj sodë buke me 1 lugë gjelle mjaltë dhe pak ujë për ta bërë masën më kremoze. Duhet ta aplikoni në fytyrë me një masazh të lehtë dhe të hiqet me ujë të ngrohtë dhe një pastrues të butë. Nëse kësaj përzierje ne i shtojmë limon, ne do të fitojmë një maskë eksfoliuese me efekt kundër rrudhave, e cila lihet në fytyrë për plot 10 minuta. Skrab hidratues fytyre me kos. Soda e bukës dhe kosi janë ideal për të bërë një skrab hidratues dhe pastrues i cili është i butë për lëkurën. Për të përgatitur peeling, përzieni 1 lugë çaj sodë buke me 1 lugë kos, shtoni disa pika limoni dhe masazhoni butësisht fytyrën tuaj. Mund ta lini përzierjen për 10 minuta dhe më pas duhet ta shpëlani fytyrën me ujë të ngrohtë dhe të hiqni çdo mbetje me një peshqir. Skrab fytyre me sodë buke dhe vaj kokosi për lëkurë të ndjeshme. Soda e bukës kryen një eksfolim të lehtë, prandaj në kombinim me një përbërës të butë si vaji i kokosit është perfekt për përgatitjen eksfoliuesve për lëkurë të ndjeshme.
Për ta përgatitur, thjesht përzjeni një lugë gjelle vaj kokosi të trash me një lugë çaji sot buke dhe masazhojeni fytyrën me majat e gishtave. Pas përfundimit të masazhit mundet që ta lani shtresën ose ta lini të veproj për disa minuta sikur të ishte një maskë hidratuese. Për ta hequr atë, përdorni ujë të ngrohtë ose pastroni lëkurën me një peshqir për të hequr mbeturinat. Skrab për pastrimin e fytyrës me sot buke dhe limon. Ata që kanë lëkurë të yndyrshme me puçra dhe pika të zeza një herë në muaj për të shmangur yndyrën e tepër të lëkurës, mundet të përdorin një shtresë pastruese me bazë sot buke dhe limon. Kjo shtresë përgatitet me një lugë çaj sot buke dhe masazhohet me lëng limoni sa për të marrë një masë të trash. Duhet të aplikoni në fytyrë, të masazhohet dhe të lihet për disa minuta dhe më pas shpëlahet mirë. Një masë e vogël paraprake. Nëse lëngu i limonit nuk hiqet plotësisht në kontakt me rrezet e diellit, mundet të krijojë njolla të ndryshme në fytyrë, ndaj është mirë të aplikoni këtë maskë në mbrëmje para gjumit. Si gjithmonë bëni kujdes të mos e teproni. Skrabi i fytyrës me sot buke është një aleat i shkëlqyeshëm për lëkurën, por është mirë të shmangni përdorimin e tij shumë shpesh. pH-i i bikarbonatit është në fakt 9, që është bazë, prandaj përdorimi i tij afatgjatë mundet që të shkaktojë ndryshime të tepërta në pH-in e lëkurës midis 4.2 dhe 5.6 ose mundet të bëhet më pak acid. Këshilla është që gjithmonë të kombinoni sodën e bukës me përbërës të tjerë si për maska, ashtu edhe për shtresa dhe të mos e përdorni kurrë vetëm. Maska kundër rrudhave me mjaltë, sot buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sot buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lëngu i 1 limoni organik dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzjeni të gjithë përbërësit derisa të përfitoni një lloj kremi që do ta aplikoni në fytyrë me përjashtim të zonës së syve. Maska në fjalë duhet të mbahet për 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i saj një herë në javë do të ndihmojë lëkurën tuaj të pastrohet dhe të duket më e ndritshme duke vonuar edhe shfaqjen e rrudhave. Maska anti-njoll me sot buke, uthull dhe mjalt. Për këtë maskë duhet 1 lugë çaj sot buke, gjysmë gote ujë me 1 lugë gjelle uthull molle, 1 lugë gjelle mjalt organik dhe lëngu i 1 gjysmë limoni. Përzjeni të gjithë përbërësit e masën e përftuar aplikojeni në fytyrë të pastër duke lënë të veprojë për 15 minuta. Shpëlajini me ujë në temperaturën e mjedisit. Përsëritja e kësaj gjëje një herë në javë zbej njollat e lëkurës. Skrab me sot buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij duhet 1 lugë gjelle sot buke, 1 lugë mjalt organik dhe ujë të mjaftueshëm për t'i përzierë të dyja. Në këtë mënyrë do të përfitoni një masë e cila duhet vendosur mbi fytyrë dhe prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi që do të ndihmojë lëkurën të heqë qafe pa pas tërtit. Pasi ta masazhoni mirë, shpëlajini dhe aplikoni një krem neutral. 2 ose 3 herë në javë ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj të pastër, duke mbajtur larg pikat e zeza dhe problemet që lidhen me akumulimin e papastërtive. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.